Albania Radio. Normale. Così succede quando VIP, normale. Atëherë dashur Cupi, pra nesh kemi kënaqësinë të kemi doktoresh Lorena Veizi. Mirë se erdhe doku. Mirë se na erdhe. Doka. Si të duash. Apo doktoresha. Si të bën të ndihesh ty komoda. Lori. Po. Lori, atëherë Lori, kemi edhe një Lori tjetër këtu, kemi Lorin e Big Brotherit. Domethënë po desh ajo mund vi bëjnë aty Aroja. No, Aroja. Kemi edhe djathtë e Lopës pra me neve. Atëherë Lori, një prezantim shkurtër për veten. Ti je doktoresha estetiste, thjesht që edhe publiku që po na ndjek tani për herë të parë, që s'të njeh, thjesht një prezantim. Unë jam mjeke dermoestetiste, kam mbaruar studimet pra për stomatologji dhe jam profilizuar në dermoestetik, në ndërhyrjet estetike. Okej, në ndërhyrjet estetike. Tani. Se u çorientova një moment. Nga thash nga dhëmballët tek estetika. Si unë mendoj që mjekët stomatologët pra janë për mendimin tim më të mirët që mund t'i bëjnë këtë gjë. Ne e njohim anatominë e fytyrës më mirë se çdo kush tjetër. Shefti ku ishte lidhja. Kisha të drejtun që u çudita. Qyqja. Ashtu ë? Unë su çudita me thënë drejtën. Po ja, ka edhe njerëz si puna ime që çuditen në vision. Atëherë ti doktoresh në punën tënde besoj që i hasur me çdo lloj kategorie pacientësh nga kush ka qenë një gjë që të ka impresionuar për mirë dhe një gjë që të ka impresionuar për keq në profesionin tënd? Që më ka impresionuar për mirë është fakti që të gjithë kemi filluar të kujdesemi për veten më shumë dhe më shpesh se kohë më parë. Ishin më të ralla ndërhyrjet që kryeshin më kohë më parë, më të tmerrshme në optikën time. Dhe tani nuk është më një tabu. Mund ta bëj kushdo, domethënë si për meshkujt, ashtu edhe femrat, po meshkujt të cilët janë shtuar në ndërhyrjet mini-invazive dhe kujdesin ndaj lëkurës. Po. A mendon se ka ndodhur një keqkuptim i ndërhyrjeve në sensin që dikur ndërhyrjet bëheshin nëse kishe një nevojë ose një defekt në paraqitjen tënde. Kirurgjit bëheshin. Në momentin që kishe një anomali ose një asimetri. Ndërsa ndërhyrjet mini-invazive të cilat unë ne i aplikojmë pra fusha ime aplikon, i bënin të gjithë, vetëm se nuk ishin të njëjtat produkte ose të njëjtën mënyrë. Të gjithë i kanë bërë, ka qenë edhe atëherë të gjithë jo, por një shumicë e madhe i ka bërë jo vetëm për anomali dhe për të korrigjuar dhe për të dhënë volum buzëve, mollzave, faqeve, çnjerëzoheshin, tjetërsoheshin. Mirë, megjithatë ndryshe nga disa vite më përpara ku po themi trendi i madh ishte botoksi, sepse vetëm atë njihnin. Vetëm atë njihnin. Ndërkohë sot po themi kanë hyrë edhe ka dhe mënyra të tjera për të bërë këto ndërhyrjet. Le ta themi kështu. Ka dhe mënyra më soft madje. Studimet e fundit dhe statistikat e fundit kanë treguar që botoksi, fillerat nuk janë më në modë aq shumë sa kanë qenë më parë për shkak të biorevitalizuesve, polinukleotideve, aminoacideve, mezoterapive të ndryshme që përdoren, pra ne mund të parandalojmë pa arritur të paralizojmë ose të ngrimë muskujt për të dhënë një pamje tjetër të fytyrës. Që do na sjellin këto çrregullime që kemi shumë njerëz në fakt që ne i kemi parë dhe duken si anomali se sa. Po. Okej, për shembull kohët e fundit un kam dëgjuar shumë këtë trendin që është bërë shumë viral për spermën e salmonit, polinukleotidet. WhatsApp, çfarë po ndodh? Vini. E plasën visian. Salmoni bën kërdin, visian. Po çam fal një pyetje që të dalë. Një lehtë e salmonit, se unë nuk mendoj se salmoni ka gjithë atë sasi tani. Kaq lehtë mos e ka. Kush e ndihmon salmonin që të nxjerr lëngun e jetës? Doktoresha. Salmonesha, bra, i çojnë salmoneshën salmonit dhe ai. Dhe aty dikush pastaj mbledh nxjerr lëndën e parë. Pra dikush futet stop, një sekondë. Megjithatë që sigurisht prap nga Kim, siç bëri trendet e tjera Kim, është një ADN lehtë, po unë mendoj që jo në të gjithë, është edhe çështje kush e ndjek pastaj. Është thjesht ADN e salmonit e përpunuar me aminoacide dhe polinukleotide, por duke qenë se presupozohet që është shumë e pastër si substancë. Dhe ka një përzierje më të lehtë nga ato të tjerat, varet për çfarë duam të trajtojmë. Duam të trajtojmë rrathët e zinj të syve, rrudhat e holla të mimikës, një mini lift të lehtë. Është shumë e dashur për mua si terapi, sepse realisht ndihmon. Do të thënë parandalon ndihmon. Si terapi këtë?
të salmonit? Po ku e merrni lëndën e parë? Aty ku e marrin të gjithë. Unë e marr në Sarandë në fakt. Pas ka plasur në Sarandë. Hamshorët dhe Sarandës, salmonët dhe Sarandës. Ai mish nga Gjirokastra, nuk ka det, po që çfarë det gjende. Pas ka nga lumi. Kjo që ka fantastike fare, domethënë. Po mirë të dashur miq, pra, kujdesu i tjetë salmon tamam danon Sarandës, salmoni që ta ketë lëndën e parë. Një pyetje tjetër kam unë, përveç femrave, bëjnë dhe meshkujt këtë? Po. Spermën e salmonit? Po? Meshkuj shumë e preferuar edhe për meshkuj. Edhe meshkujt, bravo pika. Ne s'kemi pas nevojë më ne shkonim det, s'dinim çana plaste në fytyrë kur zhyteshim. Direkt ju vinte vetë në fytyrë ju. Edhe mërshme, çunat e bëjnë shumë këtë salmonit, bravo. Nuk thash shumë. Unë thash që nuk e përmend me këtë të salmonit. Shikoj. E kanë qejf. E kanë qejf se i jep këtë lifting, pra, liftin e lehtë, le të themi, jo të tepruar. Jo, të lehtë, gjithmonë të lehtë, është formë mezoterapie, nuk është booster. Nuk bën magji, asnjë gjë nga këto nuk bën magji në momentin që ti nuk je konsistent në terapi, në Edhe një pyetje tjetër përpara se të shkojmë një shkputje të vogël për të rikthyer prap. Domethënë, jemi në vitin 2025. Dhe thjesht dua të di nga ty një statistikë vogël që pastaj të shkojmë në detaj. Sot që kush bën më shumë, kush ka filluar të kujdeset më shumë, femrat apo meshkujt? Shiko, femrat nuk e kanë më tabu të kujdesurin, por më besoj që meshkujt e kanë shtuar shumë numrin e, domethënë, meshkujt të cilët kujdesen për veten dhe kërkojnë ndërhyrje të tilla janë shtuar shumë në numër. Po m'fal, a mos ndoshta kjo që po bëjnë meshkujt është diçka më shumë se sa kujdes për veten? E tepruar. Gjithmonë kur e teprojmë edhe femrat të gjithë në momentin që kalon në tepri është pastaj e tepruar, deri në momentin që nuk ka asnjë gjë të tepruar. Pra kur flasim deri tek kujdesi për të ruajtur anatominë maskullore në fytyrë, nuk ka pse të jetë tepruar. Për shembull, kanë filluar i bëjnë buzët, po kjo është Okej, do të kemi pastaj të tepruar. Flasim të vazhdojmë detaje më tej se çfarë po ndodh me këto produktet e salmonit dhe meshkujt që bëjnë buzë, domethënë. Salmoneshat, vërdalle. DJ Vini, të lutem, na largo për të na rikthyer. Do jemi deri në orën 20:00, kemi të ftuar Lorena Veizin, mjeke, estetiste, e cila po na flet për trendet e fundit, për çfarë po bën dynjaja këto kohë. Çfarë po ndodh me estetikën? Dhe një ndër gjërat që kemi vënë re, doktoresh Lori, është që meshkujt sot po bëjnë shumë ndërhyrje tek vetja e tyre dhe kryesisht ndërhyrje ndoshta në konceptin tim ose në konceptin e përgjithshëm shoqërisë, po bëjnë dhe ndërhyrje të egzageruar, pra të tipit po kanë filluar meshkujt të bëjnë mollza, të bëjnë buzë, ballë, a është e vërtet kjo dhe si e shef ti si mjeke? Pavarësisht se ju dëshirë keni të keni pacient, po në sensin si një femër, si ju duket? Jo, më besoj që nuk jam rasti. Nuk jam rasti dhe nuk i sugjeroj shumë shpesh kur harim të kalojmë anatominë e fytyrës dhe fizionominë maskullore dhe atë femërore. Domethënë çdo tipar është i bukur për aq sa është brenda konform të gjitha. E thën Troç, kjo që tha Visiani, e thën Troç, gati po shndrohen si femra, me thën drejtën, sepse bëjnë tërheqje ngritjen e vetullave, mollzat, buzët, pra humbasin gjithë tiparet maskullore. E di si mendoj që sa më shumë përfshihesh me këto mikroshpimet e vogla, pastaj pak më të mëdha, nuk ngopesh kur dhe fillon e shikon veten tënde gjithmonë. Po sikur të bëj dhe këtë, ke atë, nuk je kur i kënaqur. Është si ajo, pra, që hera e parë duket pak sikletshme, pastaj Lori po ndodh diçka që s'po i njohim më shokët, domethënë si fenomen. Dhe është bërë një tendencë e madhe metroseksualiteti, pra që meshkujt kanë dëshirë të duken të kuruar në çdo detaj. Unë mendoj se mashkulli mjafton të ketë flokët, ose ka flokë ose tullac, vishet bukur, edhe mendoj Tek kujdesi përgjithshëm që tha doktoresha, domethënë jo vetëm të ketë flok tani. Jo, ide është të kujdeset për
të kuroj flokët, mjekrën, nëse s'ka flokë paktën të keti tullaclëk të lezetshëm. Të ketë ndonjë fije tek tokë. Ose ti mbjell flokët nëse s'ka. Dhe jo, un jam shumë dakord deri në momentin që ne mirë mbajmë. Pra, terapitë mini-invazive, ato që diskutuam pak më herët, ADN-ja e salmonit që e tha më shumë e mirë nuk të ngrin, nuk të shkrin, nuk të fryn asgjë. Përveç ADN-s së salmonit tjetër çfarë mund të bëjmë? Po themi visiani për shembull, për çfarë mund të bëjmë? Visiani duhet të merret pak me rastet e syve. Unë rrafte syve i kam të kështu gjithmonë. E di, por është një gjë që mund të bëhet diçka. Domethënë mund të trajtosh me një mezoterapi, me vitaminë C për të zbardhur pak pigmentin e errët. Po, me shpim. Jo, e kam bezdi shpimin. Rastet si ty atëherë, jo ti, nuk je rasti. Unë kam bezdi të tmerrshme shpimin. Vazhdon në zhytje në det atëherë. Zhytje në det që ta marr. Kap çet kapësh. Ta marr ti futen me kokë aty salmonit edhe të vazhdoj. Ide e mirë. Okej, mirë, e lëm këtë tjetër, çfarë mund të bëj Visiani? A ka kështu supos se më sugjeron DJ Vini supos për këtë rrath të syve? O Vision më mirë bëje me çpim them unë. O çupi po ti je mësuar me çpim o zemra, ne kemi çik sikletshëm tani. Prandaj të them o zemra më mirë me çpim, është më mirë. Mbaron shpejt. Ja pra shikon. Ashtu një herë ta provosh tu më shpo prap doktoresh. Ka më shumë efektivitet. Nëse tjetër për shembull çfarë mund të bënte Visiani? Nëse s'do ta bëj këtë gjën. Po. Po, ndoshta botoksin pse jo? Ku më? Te zona syve po. Po, Igor, doktoresh Lori Vlera. Botok. Pra ti mendon që unë mund të bëja këtë gjë në syve? Jo, nuk mendoj të bësh asnjë gjë. Domethënë po një rast, për një fizionomi e tillë, po. Unë do vazhdoj të konsiderohesha një rob normal që thjesht ka bërë këtë kujdesin për syt. Po, sigurisht. Por nëse unë do bëja siç po bëjnë shumica e meshkujve sot, ball, buzë, jawline, a do isha më një mashkull normal? Nuk do ishte më Visiani. Jo, por nuk do ishte më vetja ime. Nuk do kishte më fytyrën e një mashkulli atë. Po pra, do ishte edhe shiko jawline në fakt, në të vërtet, në mungesë të tij mund të bëhet diçka. Pra mund të injektohet filler për të definuar jawline-in për njerëzit që nuk e kanë atë, për meshkujt që nuk e kanë atë. Por e njëjta gjë ndodhet edhe me femrat kur duan të tejshtojnë jawline, pra nofullën, gjersinë e nofullës, mjekrën, marrin atë pamjen më mashkullore se dhe pjesa më e madhe e gocave po e bëjnë këtë gjën me tepri. Po duket sikur ikën gjithë feminiliteti. Ja të bërë gocat si meshkuj, valla, ngjaj nofullat si burr. Është mos më duket normale që femra prandaj ka feminilitetin e saj të ngjaj çika rrumbullakët. S'ka nevojë për atë fytyrën me nxjerr jawline-in, më duksi. Për shembull, un kam nevojë për këtë jawline-in, më shiko pak doktoresha. Jo, në fakt realisht ti ke nevojë për burrë cubi, jawline. Nuk më duhet mua jawline, duhet fare jawline. Po ç'a më duhet mua? Asnjë gjë, je shumë e mirë. Je realisht je nga këto fytyra që po të më vjen do them mos bëj gjë. Okej, atë të salmonit do ta se aty e kisha të gjitha. Të salmonit. Po më doktoresha për atë kam nevojë. Po, atë se jo. Ajo vdes për atë të salmonit. Mbaron edhe e ka provuar një herë, s'do t'i ndahet doktoresha. Pyetja për ty doktoresh Lori është që ti si vetë mjeke, të ka ardhur një rast një mashkulli që ka patur një kërkesë çuditshme? Po. Mund na ndash me neve? Russian lips për shembull, ishte një çon që kërkonte të bënte Russian lips. Ç'a janë këto? Është një formë ose një taktik nga e cila nxjerr këtë formën e zemrës në buzë për të rritur volumin. Mos ja fut kot Russian lips burri ujë. Pra wow. Nuk ishte burr, po në tentativë, domethënë po do të bëj. Vetë tha Lori, nuk ishte burr. Po në tentativë për të bërë burr, nuk u bë më burr. E la me aq dhe tha Varja po bëj Russian lips edhe diku do shkoj. Besoj i dolën mirë Russian lips. Nuk ja bëra, domethënë se nuk ishte kot. Ai nuk i bëri te ty, po te diku ai ishte që ai do dilte në rrugë dhe do thoshte shi kam bërë aty. Doktoresha, unë them që ai zotria ose ai buri i bëri si bëri Russian lipsat, ai atë gjë që kishte mendje për të bërë do ta bëj. Doktoresha, shikoj, meqense jemi pikërisht te kjo gjë, ti i frenon njerëzit, pra po themi nëse kanë çmendurira të tilla. Më besoj që po, më besoj që ka raste të vajzave, të pacientëve që më vinë duan të rishtojnë volum dhe përfundojnë duke ja u shkrir komplet edhe atë që kanë. Arrit i bindësh që ato të shkrin? Arrit i bind sepse
në fakt unë mendoj që vjen një fazë në jetën tonë që nuk na duken më bukur, pastaj ndërhyrjes. Dhe unë mendoj që vajzat e vogla, pra moshat kur është mirë t'i fillojnë nga 20, se i fillojnë dhe më herët deri në 25, 26 janë të bukura gjithsesi. Është ajo freskia e moshës që do ta kërkojnë shumë kur të rriten edhe pak. Dhe ajo te i fryrja, përveç se jep atë imazhin plumping, domethënë një tullumbace e fryrë gjithandej nuk ka asnjë gjë të bukur në të. Dhe mundohem shumë me thënë të drejtën ja kam arritur t'i bind një ca raste. Atëherë për gjithë dëgjuesit do i bëjmë dije që mos u largoni sepse për pak do flasim me doktoresh Lori për botoksi në Big Brother. Do flasim për botoksin dhe fillat në Big Brother. Kush ka bo, kush s'ka bo, kush ka plan me bo, si do bëhet. Vetëm pas pak mos u largoni.